Në kuadër të ditës botërore të vallëzimit, Qendra për hapje dhe dialog në Korçë ka organizuar një aktivitet me ansamblin Skënderbeu. Të ftuar kanë qenë jo vetëm anëtarët e ansamblit, por edhe gjimnazistë që përcollën bukur talentin e tyre në spektaklin Rin Show, ndërsa nuk kanë munguar edhe qytetarë dashamirës të vallëzimit. Qendra për hapje dhe dialog në rajonin e Korçës, në bashkëpunim me ansamblin Skënderbeu, që është një ansambël që i kalon kufit e qarkut me një lloj rëndësie të një rangu kombëtar, organizojnë aktivitetin nën ritmin e historisë, i cili është një aktivitet që do të përfshijë një lloj analize mbi artin, një nga artet ndoshta më i lashti, që është ai i vallëzimit, dhe njëkohësisht performanca të ndryshme, qoftë të anëtarëve të ansamblit Skënderbeu, por njëkohësisht edhe të pjesëtarëve të konkursit Rin Show, i cili përfshivi gjimnazet e qytetit. Rëndësia e vallëzimit dhe historiku i tij janë shpjeguar nga drejtoria e Qendrës së Artit dhe Kulturës Blerta Belliu dhe koreografi Bardhi Pojani. Për fat të mirë e trashëgon artin e lëvizjes dhe ky është një fat i madh. Këtë ma besoni me shumë sinqeritet, unë nuk di nëse një rreth tjetër do të ketë kaq shumë studio baleti, sepse nuk kemi vetëm ne, ka dhe shumë të tjerë në qytet. Është ansambli Skënderbeu dhe shumë njerëz që punojnë për artin lëvizor. Kështu që jam shumë e lumtur që Korça e ka këtë mundësi dhe investon në drejtim të saj. Komunikimi i parë njerëzor ka lindur me lëvizje, me gestikulacione dhe pantomime, para fjalës. Dhe ne këtë sot jemi mbledhur pikërisht për këtë gjë që është komunikimi i parë shpirtëror dhe i njerëzimit. Aktiviteti është zbukuruar edhe me performanca të rinjve të ansamblit Skënderbeu, por edhe të gjimnazistëve, të cilët sollën për të gjithë të pranishmit valle tradicionale, por edhe kërcime moderne.